Allahu pastaj kur e krijoi Ademin a.s. ja mësoi gjuhën, ja mësoi emrat e gjësende, të gjithave. Ademi a.s. diti të komunikoj pra. Thumma aradahum ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Pastaj me lajkeve ja dha këtë oferta. Hajt tash tregoni ju për këta emra, për këtë gjuhë që po e din njeri, ju nuk po e dini. A dini ju me na tregu tash neve për këto që po i din Ademi a.s. Natyrisht shumë që me lajket i than jo Zot, na nuk dim për te asaj, atë që e citova dhe më herët, nuk dim për te asaj që ti ne na ke mësu. Allahu Gjelle Gjelaluhu pasi kështu ndodhi, i urnoj me lajket që të gjunjëzohen, i urnoj me lajket që të binë në sejdë njeriut. Cilit njeri, këti që do të shkatroj, jo, këti njeriut që e boni Allahu dietar. Dhe rrjedhimisht pra, dijes i ka nënshtru Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe krijesat më të dashura që kur nuk mëkatojnë, kur nuk bojnë gjuna. Me lajket kur nuk pinë alkohol, se Allahu nuk i ka kriju krijesat që përdorin ushqim dhe pije. Me lajket frymarrja atyne është tesbih. Me lajket e kanë pra çdo fjalë të tyne madhrim ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu. Me lajket kur njëherë nuk bojnë dy fjalë, atë që Allahu ja ka dhënë si detyrë, ato e performojnë me njëherë. E pse pra Allahu tash kësaj krijese ti thot nënshtroj ju kësaj krijesës tjetër që mbase mund të derë gjak dhe mund të bëj fesad në tokë, sepse kësaj krijesës tjetër ja dha dijen, cilën nuk ja dha me lajkeve, dhe Allahu e bani që me lajkja pra krijesa e adhurimit ti nënshtrohet krijesës së dijes që është njeriu. Të respektuar vëllezër, ummet i Islamit, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duhet të jemi krenar që duhet të jemi të njëjtën kohë edhe ummet i dijes.